aleanca juaj ka rrugë të përbashkëta apo do të shtrojë rrugën e vet? Mendoj që duhet vazhdojmë rrugtimin e përbashkët, por ne nuk e flakim tutje edhe idenë edhe rrugtimin tonë të vetë, si Aleancë për Shqiptarët. Jemi në këtë, si ta definoj, një këtë mjegullnaj politike të krijuar gjatë kësaj periudhe. Dhe unë nuk e shoh këtë si problem që kjo mjegullnaj është sepse është ndarë ky me këtë ose bashkuar ky me atë tjetrin. Problemi është ke dilemat që krijohen te qytetarët poshtë, kur nuk i bëjnë dot linjat ndarëse që e ndajnë një opcion politik dhe një opcion tjetër politik. Dhe unë i kam vëndu detyrë dhe obligim vetes që sa më shpejt këto linja ndarëse duhet të krijohen. Për shkak se vetëm atëherë mund të themi që jemi në rrugë të drejtë, në binar të duhur, për ndërtuar një politikë të çdosh, korrekte edhe me oponentin, por mbi të gjitha produktive për ardhmërinë e qytetarëve shqiptarë dhe shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut.